Ankthi dhe sulmet e panikut nuk prekin vetëm të rriturit, por gjithnjë e më shumë fëmijë dhe adoleshent po shfaqin simptoma që lidhen me këtë lloj çrregullimi. Sipas psikologëve, rastet në qarkun e Elbasanit janë në rritje dhe grup mosha është ulur deri në 12 vjeç. Për shfaqjen e këtyre problemeve, kryesisht tek moshat e reja ndikojnë disa faktorë. Para zhvillimi moshor, ne na ka ndryshuar, po themi, ajo mosha e fillimit të adoleshencës, çka do të thotë dyshemeja dhe tavani kësaj moshe, dhe moshat që preken më shumë janë 12 vjeç deri tek 25 vjeç. Ndikojnë patjetër platformat online, jetën e të rinjve. Është një presion i vazhdueshëm ku të rinjt tan ndryshe kanë realitetin dhe ndryshe duan ta kenë. Psikologët tërheqin vëmendjen e prindërve që u japin fëmijëve medikamente pa kryer më parë konsultën me specialistët. Herë këtë gabim e bëjnë prindrit, duke mos dashur t'i etiketojnë ose kanë këtë stigmën për pjesën e shëndetit mendor, se do etiketohen, dikush do t'i shohi, i drejtohen vetë farmacive dhe marrin shpeshherë po themi produkte ose medikamente që ja rëndojnë më shumë ti jetesën dhe mirëqenien dhe përditshmërinë dhe cilëtetin e jetës fëmijëve të tyre. Simptomat e ankthit tek njëri mund të jenë të vështira për të kuptuar, por psikologja tregon disa nga cilët që shfaqin këta individ. Mund të kemi fëmijë që jo vetëm izolohen, por nuk duan të bëjnë aktivitete që kanë bërë më përpara, dhe këtu duhet kemi frikë, se mund të jenë edhe element që na çojnë pastaj drejt depresionit të mundshëm. Ashtu sikurse mund të kemi fëmijë që ju bie, po themi, oreksi dhe nuk han, por mund të kemi fëmijë që në të kundërt rrin gjithë ditën duke ngrënë. Një prind duhet të ketë në vëmendje gjithmonë këtë ndryshimin drastik të fëmijës së tij. Përballë këtyre simptomave, secili prind duhet të drejtohet tek një specialist për të këshilluar dhe për të shmangur rëndimin e situatës. Nëse nuk trajtohen ankthe të caktuar, ato rrezikojnë të kristalizohen, duke u bërë ndjenja të forta që do t'i shoqërojnë të rinjt edhe kur ata të rriten.